ndërvepron në familje? Ky ligj ndërvepron në familje në këtë mënyrë, Aldo. Babain Kristaq, nënën Ismete dhe vajzën Manjola, për shembull, po thua që ky ligj do detyroj babain Ismet të ndaj punën me maman. Po jo, ta përkthej në gjuhën popullore. Në gjuhën popullore. Përmes këtij ligji, sepse qëllimi i këtij ligji është pikërisht ky, arritja e barazisë gjinore midis burrave dhe grave në të gjitha sferat e jetës shoqërore, në sferën publike dhe në sferën private. Pra do të thotë që përmes edukimit që do të bëhet që të vegjël fëmijët që në shkollë të respektojnë vajzën dhe djalin në mënyrë të barabartë, që në mundësitë që do t'u jepen për t'u aftësuar, për të marrë pjesë në olimpiada, në konkurse, në të njëjtën mënyrë, që trajtimi që do t'u bëhet në shkollë nga mësuesit, si për vajzën dhe për djalin, atëre që aty do të filloj të ndryshoj mënyra si do të jetë respekti dhe barazia në shoqërinë tonë dhe kur të rriten, sigurisht. Kjo po ndryshon. Domethënë me hapa avash avash, po paktën nga ç'kemi parë dëgjuar vërdall, ka një lloj kështu. Ky është qëllimi i këtij ligji. Sikur gocat filluan të luajnë futboll, madje kanë ligën e tyre. Pse mos të luajnë? Jo.